Çfarë tregon goja për shëndetin tonë? Sot nga klinika Advanced Dental Center, këtu në Prishtinë, kemi vendosur më tregu për shëndetin oral edhe goja si një tregues kryesor për gjitha problemet që mund të vijnë si pasojë e mosmirëmbajtjes së shëndetit oral apo si pasojë e ndonjë shkaktarit më të rrezikshëm. Nëse në gojë kemi shtresim të gjuhës, të cilin i kemi pyetur më të shpesh që bëhet nga pacientat, zakonisht gjuha e shtresuar në ngjyrë të bardhë ose në ngjyrë tjetër. Këto mund të jenë shkaktar, domethënë lokal ose shkaktar jo të rrezikshëm, të cilat mund të jenë higjiena doktorale, duhanpirja dhe në kohë të Ramazanit, domethënë agjerimi të pacientëve të cilët agjerojnë. Ndërsa shkaktarët që kërkojnë vëmendje më të madhe janë shkaktarët të ndryshëm, duke filluar nga problemet gastrointestinale, problemet me mëlçi apo edhe diabetin. Sot ne kemi përmend disa prej tyre, nëse jemi shkaktarët lokal, janë domethënë mirëmbajtja më e madhe e higjienës orale, domethënë edhe kontrollat e rregulla të stomatologu, të cilat na tregojnë për ndonjë kavitet, ndonjë karjes, ndonjë prishje të dhamit, të cilë mund me shkaktu erën e keqe apo edhe shtresimet në gjuhë, pllaki, domethënë i dhëmbëve si pasojë e mosmirëmbajtjes së duhur. Ndërsa pas përmirësimit të higjienës orale, pas 2 javësh, nëse të këto shenja nuk kalojnë, atëherë dim që duhet drejtohemi të marrim një konsult shtesë të profesionistët si i cekëm më lartë, që janë të refluksit gastrointestinale, domethënë problemet e stomakut, aciditeti, ku pacientat përveç tregojnë që kanë përmirësuar higjienën orale, tregojnë që prapë gjuha aty është e shtresuar ose era keqe e gojës prapë po vazhdon me ardhmë. Edhe na e dim që duhet më drejtu në këtë rast të një gastroenterolog apo edhe të një profesionist i fushës së hepatologjisë, ku mund të shfaqen edhe probleme me mëlçi, siç janë problemet ndryshme, ciroza, hepatitet apo edhe problemet më të thella. Domethënë, me një fjalë, goja është treguesi kryesor jo vetëm për shëndetin oral, por edhe për shëndetin e përgjithshëm. Por, nëse faktorët që shkaktojnë këtë shtresim apo këtë erë të gojës janë vetëm lokal, atëherë ne e dim se jemi duke gabu në pastrimin e dhëmbëve. Domethënë, asnjë pastrim nuk duhet të jetë në 2 minuta, asnjë pastrim nuk duhet të jetë me pasta që nuk përmbajnë fluorid, domethënë preferohet pasta të jenë me fluorid, me fluor, dhe domethënë higjiena e rregullt me shpërlarësa të ndryshëm oral, po ashtu më kryesorja kontrollat e rregullta të dentisti, të cilat na evitojnë prishjet më të thella dhe na zbulojnë prishjet dhe defektet të cilat kanë shkaktuar këtë problem.